Në 2 lulishtet para ish shkollës së Sinicës u vendosën 2 pllaka përkujtimore. Për këtë qëllim, nga Bashkia e Devollit u sollën 2 gur të mëdhenj, si dhe aliç që u vendosën në sipërfaqet e lulishteve, duke krijuar një tapet të bukur gurësh. Është një investim i vogël modest i banorëve të këtij fshati në bashkëpunim me Bashkinë Devoll, por që tregon ose ka një signifikativ të veçantë në vendosjen e emrave përkujtimor të institucioneve dhe apo të rrugëve apo të shesheve të çdo, jo vetëm të Sinicës, por të çdo fshati ku ata mund të kenë kontribuar. Për realizimin e kësaj pune u angazhuan vullnetarisht sinicar që jetojnë aty, si dhe miq të tyre. Vendosja e këtyre 2 pllakave që po vëmë sot ka qenë një iniciativë e Fuat Memellit që jeton në Amerikë dhe Albert Ysollit që jeton në Asinë. Në emër të shoqatës Sinica falenderojmë kryetarin e bashkisë Eduard Duro për ndihmën e dhënë për makineritë dhe materialet që na vurin në dispozicion. Gjithashtu falenderojmë edhe familjen e Arti Sejdos për kontributin që na dha, na ofroi pllakat dhe për kontributin që ka dhënë në vijimësi për fshatin tonë. Pllaka për mësuesin dhe drejtorin e parë të shkollës 7 vjeçare të Sinicës, Dimitër Farmaqi, si dhe dëshmorin Bajram Islam Memelli, është një omazh i sinicarëve për të mos u harruar ndër breza këto 2 figura të shquara.